Flamurit që valoj një ditë mbi kupolën e Kongresit Amerikan, si ky këtu, ju dhurua veprimtarit shqiptaro-amerikan Harry Bayraktari. We will protect it going forward, and it will be in our family for generations to come. Again, thank you, and God bless all of you. Me nismën e kryetarit të Komisionit për Çështjet e Jashtme, ligjvënësit Eliot Engel, u ndërua familja e Zotit Bayraktari me një deklarat që do të ruhet në regjistrin e Kongresit Amerikan, aty ku mbahen gjithë dokumentet për debatet dhe vendimet e Kongresit. Thank you, my dear friend. Thank you. Thank you. Ky nderim u bë me rastin e 50 vjetorit të ardhjes dhe kontributit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. You know, when you look at the Bayraktari family, Kur e shikon familjen Bayraktari, krejt çfarë mund të thuash është Zoti e bekoft Amerikën. Prandaj janë mbështetësi emigrantëve që vinë në SBA, sepse ata ndërtojnë vendin. Harry Bayraktari është imazhi i rëndësisë së emigrantëve dhe kontributit që ata japin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. We're proud Americans, we're proud Albanians. Ndonse rrethanat e tij kanë ndryshuar, Zoti Bayraktari ende kujton sfidat e fillimit. For 15 years, my mom didn't speak. Për 15 vite nëna ime ishte pastruese. Ajo nuk dinte shkrim dhe lexim në gjuhën angleze. Mësoi si të shkonte në punë me metro. Duhet të mbante familjen. To make the difference for us. Dëshironte të ndryshonte jetën tonë. Jemi të bekuar, sepse kur kujtoj të kaluara në Kosovë, ishim shumë të varfër. Nuk ishim ushqime të mjaftueshme, por pastaj erdhëm në këtë rrugtim të mrekullueshëm. Things. And we came in a journey. Edhe pse larg, Zoti Bayraktari nuk e harron vendin të cilin e la dekada më parë. Ai është angazhuar vazhdimisht për çështjen e Kosovës dhe gjithmonë ka gjetur mbështetjen e mikut të shqiptarëve Eliot Engel. in 30 years, I have worked. Për 30 vite punova në shumë çështje, por kënaqësinë më të madhe ndjej për lirinë e Kosovës dhe hyrjen e Shqipërisë në NATO. Harry ishte me mua në çdo hap. Ndërimi që Kongresi i bëri veprimtarit shqiptar është nder për mbar kombin, thanë ambasadorët e Kosovës dhe Shqipërisë, të cilat morën pjesë në ceremoni. Everybody. Yeah.